Shi që këtë mundësi për në jep Facebooku i cili është pa porë dhe për shfrytëzojmë pa porë, po të kishte qenë Facebooku me porë, atër sigurisht që do të ishin nolla dhe fyret. Megjithatë, kjo është një turp i madh çka po ndodh në Kosovë, me gjithë këto fyrje nga qytetarët për njerëz të institucioneve dhe për njerëz që kanë vlera. U po rasti i fundit me Rifat Jasharin, ku ai po qëndronte në një të pome në Prekaz, i shoqëruar nga kryetari i komunës së Skenderit Samil Ushtoku, e që ka dhe bashkëvendas, edhe ka bashkëluftëtor të vëllezërve të tij, dhe një qytetar atje nderuar del në Facebook, sepse ka po pagesë Facebookun dhe fyn edhe plakun ose krye familjorin e familjes Jashari, Rifat Jashari, pse ai po qëndron ofër Samil Ushtokut. Prandaj është mirë që të ketë masa të rrepta disciplinore dhe gjyqësore ndaj të gjithë atyre që përdorin një mundësi gratis për me fy qytetarët e Republikës Kosovës, dhe që ne duhet të vërtetësojmë një herë për gjithmonë. Ai që ka fakte për çdo njeri dhe që dëshiron me akuzu, le të bëj drejt për drejt në gjykata dhe në polici dhe të ik faqes e Facebookut dhe deklaratave të cilat po japen nëpër kafenet të ndryshme. Ajo është mundësia vetme, përndryshe le të rrinë rahat sepse mund të pësojnë dhe mund të ketë edhe luftë civile në Kosovë. Nga qytetarët mund të ketë edhe rroje dhe ne e dimi çka ka ndodhur edhe në Skënder me të njëjtin njeri, sepse është akuzu prap kryetari i komunës së Skënder për që nuk duhet ta mbrojë. Por edhe ky ndoshta ka sulmuar zyrtarin e lëvizjes vetëvendosje atje, sepse ai e ka fyer me përpon, e ka qytë njëri të Serbisë, një njeri që ka bërë luftë. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm, mos të prekim njerëzit në ndjenja, sepse mund të ketë kundërreagime diet që janë tek qia. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe duhet të dënohet kjo gjuhë. Jam kundër gjuhës së egër, jam kundër forcës që po përdoret ndaj qytetarëve tjerë, por ne duhet të jemi të kujdesshëm, të kulturuar dhe të shohim gjërat ashtu që janë. Ai që ka të lashë me dikën, ai që dyshon në dikën që po bën tradhti kombëtare, ose ai që dyshon që dikush po vjedh në institucione, le të çon lëndë në gjykatë, sepse ne duhet të besojmë drejtësisë, kemi gjykata. Nuk është koha e kanunit mo. Shko atje, DPN, çka kesh, dëshmi kundër ndonjë personi të caktuar dhe mos fyj askënd në Facebook, sepse mund të pësosh. Ne po kemi telashe institucionale. Kemi zgjedhje që mbajt në vitin 2000, në shkurt vitit 2025, dhe deri sot s'kemi institucione kredibile dhe stabile. Dhe kjo situatë del nga kontrolle. Qytetarët kanë dalë nga kontrolle. Ne me kënd të bisedojmë në qytet, në shtëpi, në lagje, në kafe, të gjithë janë edhe jurist, edhe ekonomist, edhe sportist, edhe njerëz që merren me kulturë. Pra të gjithë qytetarët dinë çdo gjë. Në fakt s'dinë asgjë. Ne të gjithë e komentojmë vendimet edhe gjykimet e gjykatës kushtetuese, a në fakt nuk jemi jurista. Ne jemi ose me fakultetet të bujqësisë, ose jemi sportistë, ose këngëtar, dhe të gjithë merremi me nenet e gjykatës kushtetuese, ato çka ka thonë mirë, ato çka ka thonë keq, ato çka dosh të bëj. Pra i kemi kaluar në një fazë që jemi më të dijshëm se të gjithë të tjerë. Dhe ne duhet të ulemi rrafsh, ne duhet të dim vlerën tonë. Në qoftë se unë jam jurist, duhet të merrna më shumë me juridikun se sa me ekonominë. Nuk është fushë imja. Dhe të tjerë të vazhdojnë ashtu. Bujku të punon orën, politikanit merret me politik, juristi me juridik, profesorët me studenta, të ndajnë punën, të ndajnë përgjegjësitë. Dhe kjo është ka ndodhur fatkeqësisht për shkak të kësaj situate. Kemi akuza pse ti nuk e mbështet këtë dhe pse ti nuk e mbështet atë, dhe kemi punë me inate. Prandaj puna me inate, edhe puna e besimtarëve që i besojnë dikujt, sikur në Indi që i besojnë lopës, është e gabueshme. Duhet të ndryshojmë.